Një tjetër aksident tragjik shkaktoi humbjen e jetës së një fëmie në Elbasan, teksa disa orë më vonë, në po të njëjtën ditë një tjetër aksident lëndoi disa të mitur, duke kthyer edhe një herë tjetër alarmin mbi situatën emergjente në rrugët e vendit. Qytetarët e Vlorës e shohin si tepër shqetësuese sigurinë rrugore në qytet. Sipas tyre në timon, në rrugët e qytetit ka persona të papërgjegjshëm që nuk njohin as rregull e as ligj, duke rrezikuar jetën e tyre. Qarkullimi rrugor sipas tyre fillon që në monitorimin e patentave, ku duhet të marrin lejen e drejtimit të gjithë ata të cilët e meritojnë. Qytetarët kanë edhe një apel për policinë e shtetit të shtojë kontrollet, si dhe mos të ndalë dëshkimet për çdo që shkel kodin rrugor. Po, ju e dini vetë që patentat merren pa kriter. Edhe nëse do merren patenta pa kriter, edhe aksidentet do ndodhin më shumë. Sepse po të shtrëngohet mënyra e dhënies së patentës, do jetë më pak. Duhet ta shpërftuar edhe ligji. Ligjet shiko, këto një gjë gjagjit. Sa më shumë ta shpërson është për të mirën tonë, nuk është për të keqen tonë. Ka të papërgjegjshëm timon Vlorë? Sa të duash. Jesh i rrezikuar? Gjithmonë. Gjithmonë, në përkryqëzime gjithmonë. Policia bën punën e saj siç duhet. Dhe jo, sa do të mundohet policia, duhet të ndërgjegjësohemi neve. Në radhë parë, edhe policia ka defekte e saj, po mos t'ja ngarkojmë të gjitha asaj. I kemi ne të parët. S'ka policia rrugor. Atë, kush do monitoroj lëvizjen e makinave? Përdesa s'ka. Në shumë aksidente kohët e fundit janë përfshirë edhe fëmijë, si në rastin e Durrësit dhe të Elbasanit. Po, e kam dëgjuar. Po tani çfarë bësh? Fëmijë është edhe nuk di, e ka mamaja për dorë, e ikën në dorë. Ndodh aksidenti. Duhet kujdes, duhet të kesh shoferat që mos esin shumë me shpejtësi. Përveç policisë, a ka përgjegjësi edhe shoferi? Varet nga aksidenti, që atë mund tani ka shoferi. Atë, s'mund ta akuzoj unë shoferin, nëse ai është me 40 brenda, s'ka pse duhet ta shtyp. Në Vlorë ka të papërgjegjshëm në timon? Po ka, që s'ka kudo, jo vetëm Vlorë, po kudo ka të papërgjegjshëm. Vlora është i vetmi qytet që nuk ka semafor, i vetmi qytet pa semafor, Vlora. Po çfarë duhet bërë ta parandalojnë ka përmjet? E pra do vendosën semaforët, që mos të ketë shpejtësi. Vendos semaforin, një te kinotati aty poshtë, një këtu skele, atje që të ulesh shpejtësisht. Ai i brenda qytetit i me 120. Ka pas një rast që ndjer i rrezikuar ti personalisht? Unë ja, mori në trotuar, kështu që nuk është. Po të afërmit e tu, miqtë e tu? Ja. Duhet ta shpërftuar ligji? Ligji është tamam, çfarë ta shpërftosh? Ligji është. Nuk e zbatojnë tash, tjetër gjë. Pa kujdesia e shoferëve. Shoferët o janë të vjetër, o janë të rinj që nuk e mbajnë. Vetëm ajo është zonja apo ndikon edhe ndoshta ligji, ose kontrollet që nuk... Po tash si kontrollon dhe ligji, ajo është. Duhet kontrollojnë çdo gjë që të marrin masa. Për këta. Duhet ta shpërftuar ligji? Po shpërftuar, si mos ta shpërsohet. Ne jemi kështu, në qell, i thonë edhe në tokë nuk qëndrojmë. Ndjeni të rrezikuar në rrugët e qytetit? Po ndjen se po stati dhe semafori. Është gjithë puna. Po sa herë, po unë të vjetë e bardha, ku vete, po unë të vjetë e bardha jam o djallit. Shajnet kërdisit edhe ikime. Po fajnë e ka policia, asë një policë këtu për shumë fjalla vjen, mund të ketë këtu. Unë ndaj lëvis me këmbë, nuk lëvis as me motor, as me biciklet, as me makinë. Lëvis në këmbë. Po dy aksidente të fundit shumë të rënda janë përfshirë edhe fëmijët. As me angjesorë nuk hipi, vetëm gjitim në shkallë. Se nga frikat ka ndodhë gjë ke eksperiencë në pashka? Po e di që ngelesh atje dhe ikën. Jo, them nga makina, ke eksperiencë në pashka? E kam në Italia, aksident, kurda. Në dy aksidente shumë të rënda janë përfshirë edhe fëmijët, si në Durrës ashtu edhe në Elbasan. Jo tani, me që më pyete për këtë të Durrësit, të atyre fëmijëve, ai duhet të dënohet me varje. Atje në atë lagje. Se ai nuk e ka të parën atë aksidenti ka bërë. Për këtë ata duhet të jenë kompetent, jo. Po këtu në Vlorë si janë shoferët?
Po janë shumë të kujdesshëm, nuk ka raste të rralla shumë. Duhet ashpërsua ligji? Nuk ka punë me ashpërsimin e ligjit, atë që duhet jetë i veçantë për këtë zotërinë. Prej nisjes së këtij viti numërohen 10 aksidente rrugore në akset kryesore dhe ato nacionale, që i përkasin Vlorës, aksidente këto që kanë lënë pas disa të lënduar, por fatkeqësisht edhe viktima.